Përshëndetje, ju jeni? Io sono Marco Altobello. Jam Marco Altobello, president i Institucionit të Kulturës të Bashkisë Campomarinos. Institucioni ynë merret me promovimin kulturor dhe artistik të qytetit dhe në veçanti me vlerësimin e rrënjve tona arbëreshe dhe shqiptare pasi Campomarino. Ndodhemi në një sallë që ka një emër të veçantë, apo jo? Siamo a Palazzo Norante. Po, ndodhemi në Pallatin Norante, që është selia e bibliotekës Kodra. Biblioteka i është kushtuar Ibrahim Kodrës dhe kjo sallë e dedikuar atij quhet Salla Kodra. Ajo është gjithashtu selia e sportelit gjuhësor arbëresh dhe streon disa vepra origjinale të Kodrës, të dhuruara nga vetë artisti në vitin 2002 gjatë vizitës së tij në Campomarino. Vepra të tjera janë dhuruar nga Liliana Korfioti, nxënëse e Kodrës. Këto janë vepra që pasurojnë trashëgimin ton historiko-kulturore dhe mbi. A ka vepra origjinale në këtë sallë? Abbiamo due opere originali qui. Po, kemi dy vepra origjinale, një skulptur të Kodrës dhe një piktur gjithashtu të Kodrës. Të dyja veprat i referohen totemit. Kodra zakonisht pikturonte ose skaliste këtë simbol, i cili sipas tij përfaqëson paqen dhe vllazërimin mes popujve. Për ne, kjo ka një domethënie të veçantë sepse komuniteti ynë ka pritur shqiptarët dhe arbëreshët dhe vlera si mikpritja, paqja dhe vllazërimi janë thelbësore për Campomarinon. Zoti Altobello, a mund të shpjegoni shikuesve të ABC News simbolikën e këtyre muraleve? Sì, noi siamo nel borgo dipinto di Campomarino. Po, ndodhemi në borgon e pikturuar të Campomarinos, ku janë realizuar rreth 30 murale të kushtuara traditës arbëreshe. Ky mural në veçanti paraqet valljen, një valle tipike arbëreshe, e njohur në italisht si Ballo Tondo. Është një valle me veshje tradicionale, ku gratë arbëreshe formojnë një lloj rrethi dhe ndërrohen gjatë kërcimit. Është një traditë që ne ruajmë ende sot. Ndër muralet është edhe ai kushtuar Skënderbeut, apo jo? È molto importante perché Po, Skënderbeu është një figurë shumë e rëndësishme, si për shqiptarët, ashtu edhe për arbëreshët. Ai udhëhoqi arbëreshët në ikjen nga osmanët, të cilët më pas mbërritën në brigjet tona, veçanërisht në shekullin e 15. Në atë periudhë, Campomarino godit nga një tërmet i fortë që e shpopulloi vendbanimin dhe më pas u ripopullua nga shqiptarët e udhëhequr nga Skënderbeu. Murali në fund paraqet Shën Kristinën, shenjtën mbrojtëse të Campomarinos. Të gjitha muralet e tjera të borgos së pikturuar kanë tematikë arbëreshe dhe rikujtojnë rrënjët dhe traditat tona.